Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha ka zhvilluar takime të rëndësishme në Parlamentin belg, përfshi edhe një takim me zëvendës kryetarin e Komisionit Jashtëm të Parlamentit dhe antar të këtij komisioni. Berisha thotë se paraqiti në këto takime krizën që po glabëron Shqipërinë. Kryedemokrati thekson se ngriti gjithashtu shqetësime për korrupsionin dhe ndikimin e krimit organizuar. Zhvilluam këtu pas takimit që patëm në Parlamentin e kryeqytetit Belgjikës, që është njëkohësisht kryeqyteti i Europës, dhe unë kam lidhje tradicionale me parlamentin e këtij qyteti të bekuar. Erdhëm këtu në Parlamentin Federal dhe u takuam me zëvendës kryetaren e Komisionit Jashtëm Parlamentit dhe antarët e Komisionit Jashtëm Parlamentit, ku paraqitëm gjendjen në Shqipëri, situatën dramatike në cilën ndodhet dhe krizën që po e glabëron Shqipërinë, me shtylla kryesore për qëllimin e gjitha pushteteve në dorë të një njeriu dhe shndrimin e procesit zgjedhor në farsë elektorale, drogën si një fuqi e jashtëzakonshme me rrezikshmëri të lartë për Shqipërinë, po dhe për Belgjikën, për Hollandën dhe për rajonin dhe me gjërë, si dhe qëndrimet e fundit ndaj korrupsionit, bllokimin e heqjes së imunitetit të Edi Ramës për shkak të dosjeve të veta dhe vendimin e tij për të votuar një paket ligjesh si mburoj për vjedhjet e veta dhe vjedhjet e qeveritarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha theksoi se do të vazhdojë komunikimin me ndërkombëtarët, ndërsa u shpreh besim plot se Belgjika mbështet shtetin zgjedhor, ndarjen e pushteteve dhe luftën kundër krimit të organizuar. Ram dakord të vazhdojmë komunikimin, na falënderuan për informacionin dhe për debatin që patëm, dhe ne jemi besim plot se autoritetet belge qëndrojnë fuqishëm për shtetin zgjedhor dhe ndarjen e pushteteve, luftën pa kompromis kundër krimit të organizuar. Mos harroni se në sallat e gjyqit të këtij kryeqyteti ka dalë emri Edi Ramës si njeriu që i është bërë dhuratë 600.000 euro ora, dhe është bërë famshëm sipas televizionit belg, dhe problemet e tjera. Unë garantova se Partia Demokratike mbetet e vendosur si dhe ka yll polar të programit saj integrimin e bazuar në merit, dhe kushti gjitha kushteve për mendimin tonë duhet të jetë respektimi i shtetit ligjor, lirive dhe drejtave të qytetarëve shqiptar, lufta me zero tolerancë ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lideri i opozitës Sali Berisha tha se u shpalos në këto takime edhe kërkesa për një qeveri teknike. Që shpalosëm dhe paraqitëm atë si mundësia e vetme që shqiptarët të mund të votojnë në zgjedhje të lira, sepse qeveria aktuale zhvillon farsë dhe nuk bën zgjedhje.